Lutje pas namazit të darkës, Yatsis. O Zoti im, unë nuk e di ku gjendet furnizimi im me ushqim, prandaj unë e kërkoj atë, ashtu siç e dëshiron zemra ime. Në kërkim të këtij furnizimi unë lëviz nëpër vende të ndryshme e në kërkimin tim unë jam si një i hutuar dhe nuk e di nëse furnizimi im është në fush apo në mal, është në tokë apo në qiell, është në tokë apo në det, në dorën e kujt është dhe prej kujt vjen. Padyshim, mësova se dijenia për këtë furnizim është vetëm te ti dhe shkaqet e tij janë vetëm në dorën tënde. Ti ai që e pjeston atë me dashamirësinë tënde dhe i bën shkaqet për këtë furnizim me mëshirën tënde. O Zoti im, madhëroje Muhammedin dhe familjen e tij. O Zot, bëje për mua të bollshëm furnizimin me ushqim, bëje kërkimin e tij të lehtë dhe marrjen e tij të afërt, mos më mundo mua duke kërkuar atë furnizim që ti nuk e ke caktuar për mua, sepse ti nuk ke nevojë që unë të mundohem. Unë jam i varfër dhe në nevojë për mëshirën tënde. Madhëroje Muhammedin dhe familjen e tij, bëj bujari për robin tënd me mirësinë tënde, sepse vetëm ti je zotëruesi i mirësisë së madhe.